Sikur të mos mjaftonte përfundimi i fondeve të ndihmës ekonomike për shumë njësi të qeverisjes vendore në rrethin e Pukës, një urdhër e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë paralizon dhe ato komuna të cilët kishin fonde për ndihmën sociale deri në fund të këtij viti. Puka Televizion ka siguruar shkresën me anën e të cilës sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Mirëqenies Sociale Itena Ndroçi i kërkon Ministrisë së Financave që të urdhërojnë degët e thesareve në rrethe që të bëjnë bllokimin e menjëhershëm të fondeve të ndihmës sociale. Ja çfarë thuhet në shkresën e Ministrisë, të cilën Puka Televizione disponon. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, si rezultati i pamjaftueshmërisë së fondeve në programin Mbrojtja Sociale, do të realizojë rishikimin e fondeve buxhetore akorduar për vitin 2013. Për këtë arsye, kërkojmë nga ana juaj të njoftohen degët e thesareve në rrethe që të bëjnë bllokimin e menjëhershëm të pagesave në programin Mbrojtja Sociale. Ky urdhër në rrethin e Pukës duket se vlen vetëm për komunën e Qelzës dhe ato të Iballës, të cilat disponojnë fondet e mjaftueshme për shpërndarjen e ndihmës ekonomike, pasi të gjithë njësitë e tjera vendore kishin konsumuar fondet e ndihmës sociale dhe pagesën e paaftësisë.